Fotografia në rastet caktuara flet më shumë se vëllime. Të dashur qytetarë dhe qytetare, shikoni se si jam mbathen si mi, njëri pas tjetri, braktisën sallën, të gjithë me katartë, përveç 2-3-ve që rrinë kokullur në këtë sallë. Ky është një akt i pashembull kur kryetari i kontrollit të lartë të shtetit raporton para këtij parlamenti për t'u informuar ju se si qeveria, qeveritarët, qendror dhe vendor përdorin paratë e taksave tuaja, përdorin pronat publike të shtetit, përdorin pasuritë e vendit. Ministrat janë mbathin një nga një. Ku i ke pastor? Ku janë? Ku janë? Këtu ishin. Bravo të qoftë Damian që qëndrove. Po, ta them unë haptas, po. Po, kjo është një turpër. Kjo është një turpër. A u thonë? Sepse të partë që do të ishin këtu, të partë që duhet mirën fjallën, të partë që duhet komentonin, ishin ata që kanë administruar në 12 vjet 67 miliard para të takspaguesve shqiptar, ata që kanë administruar mbi 100 miliard prona publike, pasuri publike të qytetarëve shqiptar. Ku janë qytetarë? Shifeni. Ja ku janë. Një akt vetakuze, një akt pranimi të të gjithë vjedhjeve të tmerrshme që kanë bërë. Zoti kryetar i komisionit i kontrollit lartë të shtetit, unë falenderoj ju, punojës të këtij komisioni të cilën traditën e paraardhësit keni vazhduar në kushte jashtëzakonisht të vështira, betejë për transparencë, për të mbrojtur interesat jetike të qytetarëve shqiptarë. Nuk ka punë pa të meta dhe defekte, por është meritën tuaj të madhe. Kur informuat shqiptarë se në 9 muaj, ishin vjedhur dhe shpërdoruar me prokurime publike dhe me shpenzimet e tjera, rreth 900 milion euro, ishtin vjedhur dhe shpërdoruar fiks i gjithë fondi vjetor i pagave të rrogtarëve të shtetit. Ka që shuma, bërë pak më pak. Ishin vjedhur apo shpërdoruar fiks i gjithë fondi vjetor i pensioneve për shqiptarët. Po, komisioni kontrolli juaj u bë një avokat i fuqishëm i mbrojtjes interesave të qytetarëve. Ju keni meritën e faktimit për herë të parë se si Edi Rama që vraponte nga një studio tjetër me një bisht gërshë dhe një pins të thyrë për të justifikuar vjedhje të mërshme mbi të smurët shqiptar. Se si ky, vetëm për sterilizimin, e rriti çmimin e sterilizimit 84 herë. 84 herë. Në një kohë kur ligji kërkon që koncesioni të sjellë detyrimisht kosto më të ulët, shpenzime më të pakta. Ju keni dorëzuar me dosje
të abuzimeve masive të ministrave në skapin në SPAK. E vërteta është se shumica e dërmuese e tyre kanë patur në atë institucion që unë duhet ta respektoj po s'mlejojnë. Fatin e padive të opozitës. Kjo është realiteti. Ne kemi dorëzuar në atë institucion vetëm për krime elektorale mbi 95 dosje. Ne kemi dorëzuar për korupcion me vjetra dosje. Por dosjet e opozitës dhe dosjet e kontrollit lartë të shtetit pavarësisht të institucion kushtetuese me detyra kushtetuese ndryhen për pazare në sirtarët e tyre. Unë vlerësoj punën që ju keni bërë në derancimin e abuzimet e të mërshme me ilaçet e smurve. Iku zonja. Ajo bëri një zotim, po jam mbathi, unë do e përgëzoja atë në qoftë se do mbante zotimin. Pomor, se s'ka gjë më kriminale, se të lësh tjetrin në këthetrat e vdekjes duke mos i dhënë ilaçin. Ai përbën krim kundër njerëzimit. Përbën krim kundër njerëzimit në konventa ndërkombëtare. Dhe kjo ka ndodhur, shkoni pyesni. Shkoni gjeni të smurt. Po në qoftë se bën, absolutisht i pari njëri që do e përgëzoj do jem unë. Po nuk e pas një garanci se jam bath. Jam bath. A mundet, mos harrojmë se kushtet në cilat veprojnë janë kushte jashtëzakonisht të vështira, presioni politik. Çfarë mund t'i thoni ju? Një punojësi, një djalë apo një vajzë se nuk e di çfarë është, por që guxon të shkojë të bëjë auditën e kryeministrit. Dhe jo e bllokojnë, po e terrorizojnë. E detyrojnë të largohet nga detyra. Ku pranon ai të bëjë detyrën, të bëjë auditin? Mjafton të lexoni, edhe ju një zonja ju, edhe do të jeni të guximshme, se do pësoni fatë e ti, mjafton të lexoni ju. Mesazhin që Lubi Balluku i dërgon në Vis, ku tregon terrorin e brendshëm të saj shpirtëror. I thot jeta ime varet nga ti. Mos e merrni me kuptime tjera. Po, se ka porosi nga Ramaduro, që o tunelin o dhe qërohesh. Mos u bëni, mos u transfiguroni mbi. Shiko, ju jeni prindër, jeni njerëz, jeni intelektual, jeni të shkolluar, jeni nëna, jeni baballar, jeni të gjitha. Po mos përsërisni skemat e këshilltarëve të bashkisë. Ai pati ju këshilltarët e bashkisë si u sollën, se si i mori një nga një për të votuar. Më unë ju them ju, që absolutisht kam punuar ditë e natë kundër Ion Velis, këtë nuk e mhoj unë, se e meritonte. Por njeriu ka disa parë, ka ligjet përpara, që s'mund t'i bëj kur. I mori si në proces këshilltar, i terrorizoi kryeministri mor. Për të votuar, për të thyer kushtetutën. Ja ku doli tani. Unë të fjale kam me qytetarët. Nuk keni pse presim. Duhet veprojnë. Doset janë sa mali dajtit. Heshtja juaj është shkatrimtare të dashur qytetarë. Duhet të dalim në shesh. Duhet përballemi. Po doset e Akshit, që gjithë Shqipëria thotë se është kopshti privat i Edi Ramës. Ku janë? Po sigurisht se auditi s'mund ta kontrollojë Edi Ramën, se do t'i gjej shishen Romane Kontit 33.000 euro. Do t'i gjej benzin, shiko që marrë veshun. Ka ble benz të blinduar të ri
Të dy Të përfundoj fjalin. Ju kujtohet, vetëm një moment, një fjalë po. Ju kujtohet kur 20 vite më parë blem një Benz për delegacionet, se e kërkonin ata që vinin. Se kisha pa një herë me syve se kur kanë hyrë miqt. Çfarë bëri kur erdhin pushtet? Në gjoni ligësi njerëzore, e thirri punojsin, i tha, do thuash që e ka përdor Berisha Benzin. Jo, tha, se ka përdor asnjëherë. E pushoj nga puna. Dhe i ka emër mbi emër i punojsin ndershëm. Sepse Benzi ishte në parkun e delegacioneve, jo imi, në kryeministri. Kurse tani blokon auditin, ka ble 2 Benze dhe një vetur tjetër që thot ma bleu partia 500.000 euro. Ka vilën 57 kat, 57 metrat gjata dhe miliardat të depozituar. Që është tuneli Llogaras? Tuneli Llogaras është kryekput vepër e tij dhe do në tani ta paraqesin si sherë me palën turke. Jo, jo, është vjedhje mirëfillt e tij. Transferim. Faleminderit, Berisha. Faleminderit, zoti Berisha. Fjalën e ka për replik zoti Toni Gogu dhe më pas zoti Erio Mile për procedurë dhe zonja Ina Zhupa. Procedurë. Vetëm qëndroni